Nuk ishte hera e parë që në Shqipëri dëgjoheshin histori të pazakonta emigracioni, dashuria apo fatkeqësie. Por ajo që ndodhi me Arben Gashin, 38 vjeçar nga Elbasani, do të trondiste gjithë lagjen, fisin dhe më vonë gjithë rrjetet sociale. Askush se kishte parë të vinte një ditë dhe të deklaronte se ishte martuar me 2 motra nga Filipinet, 2 gra që për fat të tyre të çuditshëm, do të përfundonin në Shqipëri, në të njëjtën shtëpi, të lidhura nga martesa me të njëjtin burr. Por për të kuptuar se si ndodhi kjo histori, duhet të kthehemi pas tek rënjët e jetës së Arbenit, një burr që e kishte kaluar rinin me zvarfërisë së viteve 90, sakrificave të emigracionit dhe një ndjenje të thellë vetmie që e ndiqte edhe pasi u kthye në atë dhe një jetë e Arbenit para se të njihte motrat filipinase Arbeni, i lindur në 1987. Kishte qenë gjithmonë një djalë i heshtur, i qetë, por jashtëzakonisht punëtor. Familja e tij nuk ishte e pasur, babai punonte në metalurgjik. Nëna qepte veshje në shtëpi. Ai ishte fëmia i dytë i 3 fëmijëve dhe i vetmi djalë. Gjithë jetën kishte ndjer presionin për të qenë koka e shtëpisë, sidomos pasi babai u sëmur dhe nuk mundi të punonte më. Në moshën 22 vjeç, Arbeni shkoi në Greqi si shumë shqiptar të asaj kohe. Punoi në ndërtim, sera, magazina, çfarëdo që i jepte para. Por jeta nuk i solli kurrë dashuri. Kishte pasur disa lidhje të shkurtra, disa gra shqiptare, një moldave me të cilën mendoi se do të martohej, por asgjë s'u realizua. Kur u kthye në Shqipëri në 2019, ishte 32 vjeç, me disa para të kursyera dhe një vetmi të heshtur që ndiqte kudo dy. Vendimi për të provuar njohje online 2021 gjatë pandemisë, Arbeni u regjistrua në disa aplikacione ndërkombëtare takimesh. Fillimisht e mori si lojë, një mënyrë për të kaluar kohën, por ndërkohë pas se shumë gra nga Filipinet kërkonin lidhje të qëndrueshme dhe martesa me burra të huaj. Shumë prej tyre punonin si kujdestare fëmijësh jashtë vendit, të lodhura nga varfëria dhe mungesa e mundësive në vendin e tyre. Aty fillon historia me Maria dhe Ana, 2 motra 7 vite larg njëra tjetrës, njëra 27 vjeçe, tjetra 20. Maria e para që i shkroi Maria ishte e matur, e qetë, e ndrojtu. Fliste pak, por me edukat dhe butësi të rrallë. Ishte rritur në varfëri të madhe dhe punonte si asistente në një qendër estetike, me të ardhura minimaliste. Ema ishte e sëmur, babai kishte vdekur. Për të, martesa me një burr të huaj ishte rruga e vetme për të shpëtuar motrave nga jeta e vështirë. Ana, motra e voglana, ishte ndryshe. E gjallë, shkathët, plot humor. Bënte video në TikTok, ëndërronte të bëhej influencuese. Por jetonte me pak, shpesh pa para për të paguar qiran. Ajo ishte lidhur me motrën e madhe, e cila e kishte rritur që e vogël. Askush nga të dyja nuk e kishte imagjinuar se jeta do t'i çonte drejt Shqipërisë, një vend që as nuk e dinin ku ishte në hartë. 3. Njohja me Marien, lidhja që u forcua çdo ditë. Arbeni nisi të bisedonte me Marien çdo natë. Ajo ishte e sjellshme, e sinqert, pa pretendime. Pas disa muajsh, ai filloi t'i dërgonte para për ushqime i lace të nënës. E gjithë lagja e fliste. Arbeni gjeti një filipinase, po e mban me lek, por ai nuk u dorëzua. Në zemrën e tij ndjeu për herë të parë pas shumë vitesh se dikush e kuptonte. Në fund të 2022, vendosi të udhëtoj drejt Manilës për ta takuar 4. Udhëtimi drejt Filipineve ishte hera e parë që dilte jashtë Europës. Filipinet i dukeshin si një botë tjetër. Trafik i çmendur, vap, zhurmë, por popull i buzëqeshur. Kur Maria e pa në aeroport, ajo qau. Ishim parë për vite vetëm nga ekrani. Muajin që qëndroi atje, ai e pa sa shumë vuante familja e saj. Pa shtëpinë e shkatëruar, fëmijët e lagjes që silleshin pa këpucë. Pa se Ana, motra e vogël me gjithë energjinë e saj, ishte po aq e varfër, aty mori vendimin, do t'i ndihmonte. Do të martohej me Marien dhe do t'i sillte në Shqipëri. 5. Kur filloi komplikimi gjatë atij muaji, Ana ishte gjithmonë aty si përkthyese, si shoqëruese, si ndihmëse. Kalonte shumë kohë me Arbenin, i tregonte qytetin, e shoqëronte në ushqim. Dhe pa e kuptuar, midis tyre u krijua një miqësi shumë e fortë. Një natë Maria ishte në punë. Ana dhe Arbeni po bisedonin në balkonin e shtëpisë së thjeshtë. Ishte vonë. Dritat e Manilës shndrinin si flak të vogla. Ti je njeri i mirë, i tha Ana. Maria ka faqe të gjeti. Ju të dyja keni merituar jetë më të mirë, ju përgjigj Arbeni. Ana e uli kokën. Maria nganjëherë vuan shumë. Ajo ka frikë se mos e braktis. Ka parë shumë premtime të thyera. Pastaj shtoi ngadalë. Nëse ti e merr me vete, mos e lër. Ajo se përballon dot zhgënjimin. Ajo natë ndryshoi diçka në zemër të Arbenit. Filloi të ndjente një lloj përgjegjësie të dyfisht. Për Marien, por edhe për Anën 6. Martesa e parë në prill 2023.
Arbeni u martua me Marien në një ceremoni të thjesht civile në Filipine. Vetëm familjarët e saj, një tortë modeste dhe disa fotografi. Ai rikthehet në Shqipëri me dokumentat e filluara për bashkim familjar. Lagja u përçmua. Na erdhi Filipinasja, tani do sjell edhe krejt fisin. E gjeti një të shkret për të dukur i fort. Ç'është kjo modë e re? Arbeni nuk i dëgjoi. S'kishte rëndësi. 7. Tragjedia që gjithçka e përmbysi pikërisht në muajin që Maria priste vizën për të ardhur në Shqipëri. Ndodh ajo që askush se priste. Nëna e saj vdiq papritur nga një hemoragji cerebrale. Maria u shkatërrua. Ana, akoma më shumë. Arbeni la gjithçka dhe shkoi sërish në Filipine. E gjeti shtëpinë në zi, vajza të shkatëruara, pa para për funeral. Ai pagoi çdo gjë. Gjatë atyre ditëve, ishte Ana ajo që nuk ndahej fare prej tij. E kapte dorën, çante në shpatullën e tij, i luthej të mos i linte vetëm. Dhe atë natë, mes dhimbjes, lotëve dhe mjerimit, ndodhi çfarë askush se mendonte. Ana i tha: "Nëse shko me Marien në Shqipëri më merr edhe mua." "Pse?" pyeti ai i habitur, "se nuk kam askënd. Jam vetëm." Do vdes e braktisur, ndërsa fliste, Maria e dëgjoi nga dera e dhomës. Dhe aty filloi gjithçka tet. Propozimi i çuditshëm i Maries në vend që të zemërohej, Maria bëri diçka që do të ndryshonte fatin e të gjithëve. "Arben," i tha ajo, "Ana s'mund të rrijë vetëm. Nëse ti pranon, ne mund të jetojmë të tre bashk." Ai mbeti i ngrirë. "Çfarë po thua? Në vendin tonë është traditë që motrat nuk ndahen. Ajo nuk ka njeri. Merr edhe atë me vete." Arbeni nuk dinte ç'të thoshte. Nuk ishte çështje dëshire, ishte diçka që binte ndesh me ligjin, me moralin, me çdo normë. Por Maria këmbënguli. "Ne mund të bëjmë marrëveshje familjare. Ajo do jetoj me ne. Edhe ajo do jetë gruaja jote." Ai refuzoi. U betua se nuk do pranonte një gjë të tillë. Por pas ditësh të ralotësh, presioni, frikë dhe faj tha: "Do t'ju sjell që të dyja në Shqipëri. Për t'ju strehuar, për t'ju ruajtur." Por kjo nuk është martesë. Por jeta kishte planet e saj. 9. Mbërritja në Shqipëri mars 2024, Maria e mori vizën. Ana më pas mori vizë turistike. Dhe kur zbritën në Rinas, dy motrat u ndjen të humbura, por të shpëtuara, rruga drejt Elbasanit ishte gjatë. Makinën e mbushte heshtja, në shtëpi i priti familja e Arbenit. Disa me buzëqeshje të ngrira, disa me kureshtje, disa me tallje. E motra e Arbenit e tha hapur: "Ore ti e në Terezi, dy gra një herësh, nuk janë dy gra," i tha ai. "Vetëm Maria." Ana do rri derisa të gjej punë. Por fjalët nuk i besoi askush. 10. Jeta e përditshme që solli konfliktën, fillim gjithçka shkonte qetë. Motrat ishin shumë të respektueshme, punonin në shtëpi, bënin gatime filipinase dhe shqiptare, falënderonin për çdo gjë. Por me kalimin e muajve, Ana filloi të ndihej si gruaja e dytë, pavarësisht se nuk ishte zyrtarisht. Ajo la të shpërthente ndjenjat e fshehta që kishte për Arbenin. Fjalë të buta, shikime të gjata, kujdes të tepërt. Maria e vuri re. "Ana, mos e lëndo," i tha një natë. "Nëse do që të jetojmë në paqe, duhet të jemi bashk." "Unë dua të jem me të aq sa ti," i tha Ana pa u fshehur. Dhe kështu filloi lufta e padukshme midis dy motrave për dashurinë e të njëjtit burr. 11. Lajmi që tronditi Arbenin gush 2024, një pasdite, Maria i tha: "Arben, jam shtatzën." Ai u shtang. U gëzua. E përqafoi, por nata nuk ishte mbaruar. Ana hyri në dhomë pas një ore. "Ciao, edhe unë jam shtatzën." Arbeni humbi fjalën, gjithçka rreth tij u shemb. Tani nuk bëhej fjalë më për kulturë apo sakrifica. Bëhej fjalë për një të ardhme të pashmangshme. Ai ishte baba i dy fëmijëve, me dy motra në të njëjtin shtet, në të njëjtën shtëpi. Historia sapo kishte filluar. Lajmi se të dyja motrat filipinase ishin shtatzëna e goditi Arbenin më fort se çdo ngjarje në jetën e tij. Ai nuk ishte më burri i vetëm e i lodhur nga jeta, tani ishte qendra e një historie që askush në Shqipëri nuk do ta besonte. Tensioni në shtëpi u rrit me shpejtësi. Në fillim heshtja ishte e frikshme. Pastaj filluan konfliktet, lotët, dyshimet, fajet. Dhe ndërkohë që fëmijët rriteshin në barkun e secilës, ndryshonte edhe raporti mes tyre. 1. Familja e Arbenit shpërtheni pari që shpërtheu ishte vëllai i Arbenit. "O i marr, ç'po bën more? Dy gra në një shtëpi, dy motra madje. Nuk e kam planifikuar," u mbrojt Arbeni. "Po qa do u thuash njerëzve, që do bëhet çfarë të bëhet. Janë nënat e fëmijëve të mi." Por më e ashpra ishte ëma, Mare. "Thor, këto gjëra nuk ndodhin në vendin ton. Të marrin zvar njerëzit, unë marr përgjegjësi për të dyja. Po unë s'dua dy nuse në shtëpinë time." Por Arbeni nuk lëvizi.
E kishte vendosur, motrat nuk do largoheshin dy. Lufta e heshtur mes Marijes dhe Anse dhe pse dy motrat kishin qenë dikur të pandara, një mur po rritej midis tyre. Maria fliste pak, e lodhur e mërzitur, por me krenari. Ana ishte emocionalisht shpërthyese, xheloze, e friksuar nga ideja se do mbetej gruaja e dytë. Një natë, ndërsa Arbeni ishte në punë, ato u përballën. Maria: "Ana, kjo s'është jetë. Unë jam gruaja e tij. Ti je motra ime, s'mund të Ana, po ai më do edhe mua." Maria: "Ai mos të ketë thënë këtë kurrë. Ana, nuk ka nevojë ta thotë. E shoh në sytë e tij, fjalët u bën thik. Qysh atë ditë, shtëpia nuk ishte më vendi qetë tre." Vendimi i Arbenit që ndryshoi gjithçka kur e pa që situata po shkatërrohej. Arbeni bëri diçka që asaj vetë se mendonte se ishte i aftë. "Do marr shtëpi më vete për secilën prej jush." "Arben, kjo është e paarsyeshme," reagoi Maria. "Unë s'dua të jetoj vetëm." "Ciao Ana, nuk do jeni vetëm. Do jemi të tre, veçse me rregulla, po të tjerët." Pyeti Maria. "Fisi, komshit, institucionet, mua s'më intereson askush. Mua më interesoni ju dhe fëmijët." Dhe kështu në nëntor 2024, Arbeni mori me qira 2 apartamente në të njëjtin pallat, njëra sipër tjetrit. Ai jetonte 2 ditë te Maria, 2 te Ana, dhe 1 ditë në shtëpinë e prindërve për të mos i çmendur fare. Qyteti gumzhinte nga thashethemet, e ke dëgjuar. Ka 2 gra, jo gra, more 2 motra, skandal, turp, fundi i botës, i ka marrë nga Filipinet për qejf. Por Arbeni ngriti kokën dhe vazhdoi jetën 4. Shtatzënit e vështira. Maria e kaloi shtatzënin me shumë vështirësi. Tensioni i lartë, lodhja, mungesa e familjes së saj e bën të brisht. Ana përkundër ishte e shëndetshme, por e pasigurt emocionalisht. Çdo ditë kërkonte vëmendjen e Arbenit, sikur t'i trembe braktisjes. Një ditë, ndërsa ishin të tre te mjeku, ndodhi diçka që i tronditi. Mjeku tha: "Zonja Ana ka stres të madh. Nëse nuk ruhet, mund të ketë rrezik për beben." Arbeni e kapi dorën e saj. Maria uli kokën. Nuk foli asgjë, por në sytë e saj kishte dhimbje 5. Lindja e fëmijës së parë, qarja e madhe në mars 2025. Maria lindi një vajzë. E quajtën Arlinda, ishte ditë gëzimi, por edhe ditë ndarjeje. Ana serdhi në maternitet. Qëndroi në shtëpi dhe qau gjithë natën. Kur Arbeni e pa, i tha: "Ana, pse nuk erdhe? Sepse të kam humbur." "Nuk më ke humbur, po ti ishe tek ajo. Tani ajo ka fëmijën tënd të parë. Unë jam e dyta. Jam askushi." Ajo natë ishte e gjatë. Ana i kërkoi diçka që e la Arbenin pa frym. "Dua të më martosh dhe mua." Zyrtarisht, siç e bëre me Marien, ai heshti gjatë. "Ana, ligji nuk e lejon, në Filipinë e lejon." Bërtiti ajo: "Këtu është Shqipëri. Atëherë unë jam thjesht një grua e fshetë." Dhe Arbeni e kuptoi se lidhja mes tyre po shkonte drejt një pike pa kthim. 6. Lindja e fëmijës së dytë, shpërthimi final në qershor 2025. Ana lindi një djalë. E quajtën Eren. Maria ishte në dhomën ngjitur kur dëgjoi foshnin të qante. Ajo qau nga xhelozia, nga dhimbja, nga fakti se fëmia tjetër i burrit të saj ishte i motrës së saj. Kur u kthyen në shtëpi, nisi shpërthimi. Maria: "Arben, vendos. Nuk mund të jemi kështu, Ana." Ai ka vendosur. "Jemi të tre." Maria: "Jo, nuk jemi. Unë jam gruaja e tij. Ti je motra ime, Ana. Edhe unë jam nëna e fëmijës së tij." Maria: "Atë fëmijë e bëre nga dobësia, jo nga dashuria." Ana shpërtheu me britma dhe në ato momente tërbimi i tha fjalën që shkatërroi gjithçka. "Po sikur ai të kishte dashur mua më shumë se sa ty." Maria heshti. E pa në sy. Dhe foli me ton të ftohtë. "Atëherë unë largohem." 7. Vendimi i Arbenit, kthesa e madhea i ndoqi të dyja në mes të natës poshtë pallatit, duke qarë: "Ju lutem, mos. Jeni motra. Jeni nënat e fëmijëve të mi." Maria i tha: "Arben, ne s'jemi më motra." Ana tha: "Zgjidh njërin." Ai ra në gjuhë: "Nuk mundem. Ju dua të dyja. Në mënyra të ndryshme, por nuk mund t'ju humbas." Maria qeshi me hidhur: "Atëherë humb të dyja." Dhe u nis drejt terminalit të autobusëve për në Tiranë. Ana, e tmerruar të mbetej e vetme, qau, i vuri kapakun shportës së bebes dhe i tha: "Arben, mos më lër. Unë s'kam askënd." Ai i pa të dyja. Zemra e rrite fort, dhe atë natë mori vendimin që e ndryshoi përgjithmonë. Nuk zgjodhi askënd. Shkoi në shtëpi, mori dokumenta dhe tha: "Unë do t'i rris vetë të 2 fëmijët. Ju do keni vend tek unë gjithmonë. Por nuk mund të jetoj askund nëse jeni të lënduara për fajin tim. Merrni kohën që ju duhet." 8. Pas 2 muajsh, një lajm i papritur. Maria u kthye në Filipine përkohësisht. Ana qëndroi në Shqipëri. Arbeni rriti të 2 fëmijët i vetëm për 2 muaj. U lodh, u tret, por i mbajti. Një ditë korriku, Maria e mori në telefon.
Arben dua të kthehem. Dua të flasim, unë jam këtu. Për ju të dyja, Ana, kur e mori vesh, u shtri në dyshem edhe qau. Kishte frikë se do e humbiste përfundimisht, por ajo që askush nuk e priste ndodhi një muaj më vonë. Maria u kthye, por jo vetëm, ishte në aeroport me valigje dhe me një vendim të ri. Arben dua të jetojmë të tre. Jo për ne, por për fëmijët. Nëse ti je baba për të dy ata, atëherë unë jam motër e Anës. Ne fillojmë nga zero, por me një kusht, cilin? Ke pyeti Arbeni, asnjëherë mos i ndash fëmijët. Ata janë gjak, ne jemi gjak, dhe do të rritemi bashk si një familje, Ana qau. E përqafoj, dhe dy motrat u bashkuan sërish. Arbeni u ul në gjunjë para të dyjave, premtoi. Derisa të marr frymë nënd. Sot, jeta e pazakont që vazhdon as nuk janë martuar të tre. As nuk jetojnë në një të vetme marrëdhënie, por, jetojnë në të njëjtin pallat, të tre apartamentet e lidhura me një derë të brendshme. Fëmijët rriten bashk, si vëllezër e motra të vërtet. Maria dhe Ana kujdesen për njëra tjetrën dhe kanë rifituar lidhjen e dikurshme. Arbeni ndan kohë të barabartë për secilën. Qyteti merret me thashetheme. Por jeta e tyre vazhdon. Në dokumenta, Arbeni ka vetëm një grua, në zemër ka dy në shtëpi, tre jetë që lidhen për ditë me dashuri, dhimbje, sakrificë dhe një histori të pazakont që askush nuk e haron.